Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kthehet si një bumerang dhe ata atje janë jashtëzakonisht të shqetësuar. Mirë. Tani e mirë presim Elton Qynon në studio. Faleminderit Eltoni. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Natyrisht që diskutimet e javës fundit janë të gjitha të orientuara drejt thirrjes në SPAK të zëvendësë kryeministres Zonjës Balluku. Në këtë rast gjithmonë ka një telenovelizëm të lehtë që shoqëron pothuaj ngjarje relativisht të forta të kësaj natyre, që ka të bëjë me është çështje e vetmuar, është një çështje anësore përgjithsisht për të fshehur çështje të tjera më të rëndësishme në këtë rast dhe është e shoqëruar me një çështje tjetër paralele. Domethënë, a mund të më thuash ti mua, jam i bindur që e ke thënë dhe në ambiente të tjera, po në këtë program publiku ju është publik i zgjedhur që dëgjon me vëmendje, kështu që ku qëndron zonja Balluku në raport me përballjen e një dosje o disave që qëndrojnë aty? Atëherë, pozicioni i zonjës Balluku së pari qëndron në disa dosje, pozicioni juridik, flasim. Ajo që është bërë tashmë publike dhe që kemi publikuar në syri, sigurisht që bën fjalë për një tender i cili lidhet me supervizimin e punimeve të rastit, pikërisht të rastit të ndërtimit tunelit të Llogaras. Nuk bëhet fjalë konkretisht për ndërtimin, për tunelin, po bëhet për mbikëqyrjen e punimeve që po kryeshin pikërisht në këtë tunel. Dhe ishte një kontratë e lidhur pikërisht me dy kompani, njëra ishte holandeze dhe tjetra ishte shqiptare. Kjo holandezja pronarin e kishte nga Amsterdami, ndërsa administratorin e kishte nga Greqia, ndërsa kompania shqiptare Net Grupi, e cila ishte një kompani e famshme dhe ishte një kompani që kishte fituar mjaft tendra tek Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës, por edhe tek Drejtoria e ARSH-s, ishte një kompani në pronësi të Walter Begaj, një njeri shumë i ngushtë dhe mik i pikërisht i drejtorit e Viz Berberi. Faktikisht, mënyra si ka hyrë SPAK-u dhe ka shkuar deri tek Belinda Balluku është pikërisht një çështje që fillimisht ka nisur për Viz Berberin, qysh në shtator të vitit 2024, kur fillimisht një individi ju sekuestruan telefonat e tij në banesë edhe në zyrë, më pas ky individ në muajin mars u arrestua dhe vim pasaj tek pjesa tjetër kur SPAK urdhëron kryen e akteve të ekspertimit të këtyre telefonave në muajin shtator të vitit 2024 dhe dalin një seri dhe një mori e marrë dhe mesazhesh. Pra në këtë rastin konkret, sepse po flasim dhe po dëgjojmë shumë që ka përgjime. Në këtë rast nuk ka as dhe një përgjim. Thjesht ka akte ekspertimi kompjuterik të telefonave, të cilat ekstraktohen dhe kopiohen që të gjithë mesazhet që ka prodhuar ai telefon që nga koha kur është hapur. Bëjnë pjesë në këtë qerthull mesazhesh edhe mesazhet që qarkulluan gjatë 24 orë. Sigurisht. Pra, përveç se komunikimi zyrtar, të dy funksionarët e lartë të Ministrisë së Infrastrukturës, qoftë ministri apo qoftë drejtorët, kanë folur edhe jashtë zhargonit zyrtar, por me një zhargon deri diku, si do ta quaja, të rrugës, duke vënë epitetet për drejtora, por edhe deri te kryeministri i vendit Edi Rama, cilin ajo e quan pallosh i gjatë, do shkojë në mbledhje se kam takim me palloshin edhe gjëra të saj natyre. Por përveç saj ka edhe hyrje të tjera që sipas analizës që ti ke bërë dhe burimeve të tua, mund të jetë ky rasti siç ka ndodhur për shembull me zotin Velia, që teknikisht ajo ka filluar si një gjë e vogël dhe ndoshta në parimin e madh për ta ndihmuar kryetarin e bashkisë që të mos shkohet tek inceneratorët, ku nëse do shkosh natyrshëm ke inceneratorët, faji shkon gjithandej dhe faji është substancial se inceneratori për cilin paguajnë ne nuk ekziston. Pra është e tillë. Në rastin konkret të rezulton që të ndiqet i njëjti mekanizëm me zonjën Balluku, sepse në pamje të parë na krijohet përshtypja që zonja Balluku pothuaj nuk e priste që SPAK-u do bënte një akt kaq të fortë. Gjithashtu më duket të rezulton ty që dhe kryeministri të jetë i kapur në një lloj befasie? Nuk besoj se ishte një befasi edhe për zonjën Balluku, por edhe për Edi Ramën, pa diskutim që Edi Rama ka një lajmishmëri informacione nga gjitha
kahet qoftë institucionale, po qoftë edhe nga thashë themet e Tiranës, dhe padyshim e ka ditur. Për më tepër e ka ditur sepse dhe vetë prokuroria në muajin mars, në mos gaboj të vitit 2025, është drejtuar me një shkresë arreshes për edhe Ministrisë të Infrastrukturës, duke kërkuar të gjithë praktikën tenderuese të kësaj kontrate 2 milion euroshe, dhe në momentin kur të vjen prokuroria dhe të kërkon të gjithë dokumentacionin për të praktiku, ti ke firmosur dhe ke bërë një allëzhverish në prapaskem, padyshim që të vijesh në dijeni që prokuroria e ka marrë të praktik dhe e ka vënë në qerfullin e saj hetimor për ta çuar deri në fund. Në këndvështrimin që ti ke, po, dhe ki kujtë e qarë flet, sepse je për shumë i famshëm këto kohë dhe me njerë të marrin për natyrisht për të përpunuar si që din, po në këtë rast të rezulton që kryeministri pra është ndryshe këtë herë në raport me pjesëmarrjen e kryeministrit në ngjarje të rëndësishme, të cilat në rastin konkret nga Spaku janë titulluar si ngjarje të një korrupsioni të lartë, o zgjedhje, o vendime, o procedura? Në rastin konkret nuk kemi korrupsion. Kemi shkeljet pa barazisë në tender. Që futet në kategorinë penale maksimumi e dënimit e ka 5 vite burg. Okej. Dhe në momentin kur hyhet me një çështje, unë po ta them ty dhe ja kam thënë dhe tjerëve që mos harroni që Spak nëse të ka arritur që të komunikoj një akuzë për një dosje, qoftë edhe e lehtë, siç ishte rasti konkret dhe që është komentuar gjithësisht që kjo është një thrime për aq sa Ministria e zonjës Balluku ka tenderuar dhe ka kryer veprime arbitrare, ndërkohë që Spak në shumë raste ka treguar pozicionin e tij që pas një thrimeve ka ardhur një gjë akoma dhe më e madhe dhe ka vendosur masa më të forta për subjektet e larta të shtetit. Unë po të them, Erion Velin e mori për një dosje, ndërkohë që tashmë i ka hapur 2. Ilir Beqen e mori për dosjen e sterilizimit pa mas fare, me detyrim paraqitje, sa u bë Beqja vinte çdo javë në Spak dhe që nuk përbënte më lajm, as kameramanët nuk e filmonin, dhe që pas saj 3 apo 4 muaj pas dosjes parë, ju hap dosja 2 dhe sot e ke në burg. Kemi raste të tjera Arben Ahmetajn, po ashtu, që hyri me një dosje dhe ju bën 2. Pra është marrë 2 herë pandehur Arben Ahmetaj. Prandaj që mos të vi çudi që edhe Belinda Balluku do hyjë me një dosje, siç po hyn, dhe mund të dalë edhe me 3. Sepse ka 3 apo 4 procedime të hapura, të cilat nga momenti në moment më ndryshojnë statusin e saj, jo vetëm si status të qenurit i pandehur ose jo, por mund të sjellë edhe masa sigurimi akoma më të ashpra që mund të ashpërsohen deri diku tek arresti i shtëpisë. Sepse ka çështje për pastrim parash, për fshehje pasurie, për korrupsion pasiv të zyrtarëve funksionar publik të lartë, dhe që padyshim është edhe rasti ku ne po e diskutojmë, tuneli Llogaras, që nuk bëhet fjalë vetëm për kontratën, po bëhet fjalë edhe për shkeljen e procedurave dhe ankandeve publike, pikërisht tek mënyra se si është shmangur një herë dhe është anulluar procedura e parë. Ajo 170 milionë euro dhe pastaj që u ngrit me 50 milionë euro të tjera që u dha Turkut. Dhe ky hetim ka nisur fillimisht kryesisht nga BK-ja për shkak të deklaratave që Arben Ahmetaj ka dhënë tek Syri Televizion, më pas është kallëzimi që ka bërë zoti Gazmend Bardhi dhe më tej pasaj ka vazhduar duke marrë edhe aktet hetimore pikërisht e dosja e Erviz Berberit, duke i bashkuar këto dosja, duke i bashkuar këto kallëzime, më pas kanë prodhuar këtë çështje që tashmë është konkretizuar me 6 pandehura. Duke patur parasysh që gjithmonë Spaku ka qenë në goditjen e të gjitha palëve. Unë nuk besoj se çdo editor do të kishte shfaqur në një interes për batutën që kryeministri tha o shkruan këtë raport me jo po kam ndikim, s'kam ndikim, se ato janë batuta Facebooku e TikToku dhe realisht nuk kanë një pesh, por ke një ndjesi, au ke krijuar ti një ndjesi personale duke patur parasysh që në presionin e madh pozit-opozit që ka o besueshmërinë e dyshimt që edhe publiku edhe klasa politike ka treguar për Spakun. Spaku ka gjetur një mënyrë shumë interesante që quhet rritja graduale e
e pretendimeve në raport me njerëzit të caktuar, raport me krimin ose procedurat ose si e kanë emërtuar, ku i kanë futur ata akuzat e tyre. Në rastin konkret, është një pyetje që ka një kuptim, duket sikur për zonjën Balluku, e cila është jashtëzakonisht e fuqishme, zëvendës kryeministre, por edhe shumë njerëz i fuqishëm, edhe nga pikpamja e fuqisë që kishte edhe mbi kryeministrin, o lidhjes direkte që kanë, siç është fuqia, po natyrisht. Po ti mendon që ka patur një ndikim të jashtëm në raport me SPAK-un për ta bërë këtë hap kaq spektakolar, i cili do duhet kishte bërë që qeveria të binte brenda 24 orëve, si më thënë, më shumë se kaq, i bie që, nuk e di, Edi Rama ty në autobus dhe të vjedhi në xhepin e një njeriu, do të thënë. Nuk besoj që të jetë një ndikim i huaj, apo qoftë nga jashtë pak, po them jashtë SPAK-ut. SPAK ka, kur referohen ndërkombëtarët, SPAK 2 ambasada ka, Bashkimin Evropian dhe ambasadat amerikane, që të ja flasë hapur. Pra janë dy këto komponentët kryesor tu huaj, dhe kur flet gjithmonë SPAK që kemi partneritetin e huaj, i referohet gjithmonë këtyre dy klauzolave të huaja. Parsa faktori tjetër i huaj nuk ka se ka në indikim në SPAK, po qoftë edhe në jetën politike dhe ekonomike në Shqipëri. Nuk besoj se në këtë rast ka pasur në indikim. Është gjithçka veprimtari që është hetuar nga fillimi deri në fund, duke marrë indicjen që ta thash që qysh nga Arben Ahmetaj, por që padyshim duke patur dhe intrigën e brendshme dhe reaksionare të vetë Partisë Socialiste. Të mos harrojmë që në Partinë Socialiste sot ka reaksion të brendshëm, sepse vetë opozita nuk është në gjendje që ta luftojë Partinë Socialiste dhe maxhorancën. Partia Socialiste është darë në 2 apo 3 klane. Të 2 janë, po them se janë 3, që të 3 luftojnë njëra tjetrën me qëllimin e vetëm për të dominuar njëra tjetrën. Dhe klani Erion Velis u godit pikërisht nga klani i Belinda Ballukut. Dhe kur u fitua lufta me klanin e Veliet, krau tjetër u doli akoma dhe më fuqishëm. Ndërkohë që tashmë pasi është rënuar sistemi 5D në Bashkinë e Tiranës, vim në një kohë tjetër ku sërish SPAK ka marrë faktorin nga instrumentet tjerë po të qeverisë, po edhe duke u iniciuar edhe nga opozita shqiptare, e cila bënda dhe jo presionin e vete dhe me kallëzime, me denoncime dhe me strategjinë e saj politike, pa dyshim që erdhëm në një kohë që nga 5D-ja po kalojmë te 5B-ja. Pra, të dyja klane që luftonin njëra tjetrën kishin të njëjtën sistem vjedhje. Mendon që qeveria kjo e kishte 5B. I reziston kësaj ngjarje spektakolare? Do të thënë, shiko, ju e thatë pak përpara që sa herë që Del Rama flet për 83 mandatet. Dhe nuk besoj që do të bjerë Belinda dhe do të bjerë dhe qeveria. Të paktën ky është gjykimi im. Sepse do të dalë Rama dhe do thotë, shiko, neve kemi prapë 83 mandate. Dhe heqëm Belindën do vëmë Manastir Liun, meqense Manastir Liut nuk e pati fatin që të kandidojë në zgjedhjet e Bashkisë Tiranës tani në muajin nëntor. Dhe që do të gjendet një njeri, thjesht është një njeri, një emër, por që mund t'i dobësohet fuqia Belindës, padyshim që do t'i dobësohet, sepse së pari do rritet presioni i vetë prokurisë posaçme SPAK, e cila do procedoj me dërgimin e saj në gjyq, dhe kur të shkojë çështja në gjyq, padyshim ajo duhet të vijë si që që më kemë përballë gjykatës dhe të njihet me akuzat dhe të japi pretendimet e saj, por që të shkosh para gjykatës nuk do të shkosh si zëvendës kryeministra apo si ministra infrastrukturës, po duhet të zhvishet si një qytetar i zakonshëm. I pushtetit dhe të shkosh si një qytetar i zakonshëm. Sepse të gjithë kemi qenë, pak unë kam qenë përballë asaj gjykate disa herë dhe në fund unë gjykohesha jo vetëm si gazetar, por në fund vija fytyrën time si një qytetar që pretendoja që isha i rregull dhe që dola i rregull dhe i thoya gjykatës më gjyko dhe më vlerëso ti tani se prokurori më ka sjell me akuzë. Do të flasë për një. Dhe nuk besoj që Belinda do qëndrojnë edhe në pushtet edhe në gjykatë, sepse nëse do të bëj këtë, atëherë mos u çudi që do jetë me dosje të dytë, me dosje të tretë, do jetë edhe me mas sigurimi akoma më të fortë se në çfarë pozicione është sot. Kam një pyetje tjetër që bëhet zakonisht në raste të tilla. Jo më kot ta bëra pyetjen nëse do të ndodhte në të gjithë botën, qoftë edhe në, nuk e di, në Korenë e Veriut, ose edhe në Kinë për shembull, nëse edhe ka ndodhur atje që një ministër e kanë goditur
dhe natyrisht në ato vende pastaj ikën dhe familja etj, po ama edhe partia që është shumë e fuqishme me liderin që nuk lëviz, ajo është tronditur dhe ka krijuar një lloj si thua një goditje të brendshme, po thuaj imploduese, shpërthyese së brendshmi. Tash në rastin konkret ti ke mendimin që marrëdhënia e SPAK-ut apo e sistemit gjyqësor me zëvendës kryeministrin Balluku është një element, a kjo hë për hë akoma nuk ndikon në rënien e qeverisë. Pyetja e natyrshme që lind në raste të tilla është kjo. Çfarë do ta bënte derdhjen e pikës së fundit nga gota? Fjala vjen. Diskutohen sipas informacioneve të tua të tjerë emra, të tjerë ministra, ish-ministra, drejtor, të cilët mund ta ndryshonin në mënyrë cilësore, jo aq fatin e tyre personal, po logjikën që një qeveri e tërë është për në SPAK. Tash që nga koha kur ka filluar kryeministri Rama që në 2013 deri më sot thua se një kabinet i tërë qeverisës është marrë i pandehur dhe është dënuar. Nuk kemi ndonjë ministër që ka përfunduar në prangat e prokurorisë, qoftë në kohën kur operonte prokuroria e krimeve të rënda edhe qoftë në këto 6 vjet që ka operuar SPAK-u, që të jetë marrë i pandehur dhe të mos jetë dënuar. Është dënuar qoftë me dënime alternative, po është shpallur deklarues fajtor dhe qoftë edhe me burg, siç ishte rasti i zotit Tahiri. Apo qoftë edhe Lefter Koka, Ilir Beqa, edhe ministra të tjerë, dhe që mos u vi çudi që edhe ky rast jetë rast që do të përsëritet njësoj si me këto të tjerët. A do të ketë ministra të tjerë? Sigurisht do të ketë. Sepse përderisa ka pasur mjaft abuzime gjatë asaj kohe, përderisa ka pasur mjaft dhe denoncime nga opozita, qoftë edhe media ka bërë rolin e vet, po qoftë edhe Nesti Angoni ka bërë rolin e vet, sepse po ta keni dëgjuar mirë zotin Dumani edhe në Komisionin e Ligjeve, tha ne më shumë po presëm tashmë denoncime anonime se sa kallëzime, sepse kallëzime nga administrata s'po na vinë. Denoncime nga policia, materiale referuese quhen, nga policia kriminale, po qoftë edhe nga policia e rendit nuk po na vinë dhe i bëj thirrje qytetarëve të na sjellin denoncime anonime. Dhe rasti i Nestit Angonit ishte një rast i cili që prodhoi një çështje shumë të madhe dhe që një anonim rrëzoi një mit. Sepse duam apo s'duam ne, Erion Velia kishte një superfuqi politike, superfuqi ekonomike që kontrollonte pjesën më të madhe të tortës të tendrave në Bashkinë e Tiranës, por edhe të lejeve të ndërtimit, sepse këto ka kryeqyteti, si pushtet lokal që është, dhe që padyshim ishte i kuotuari si zvendësuesi i, si thot Tanoxha, i padishaut. Por që nuk e pati fatin që ta zvendësonte, për shkak se ajo fuqia aq e madhe, apo ajo ngritje në lartësi aq të madhe, solli një pikat aq të fortë sa arriti dhe u përplas direkt edhe në asfalt. Dhe jo me 1 edhe me 2 akuza, por me 13 akuza, dhe që tashmë vim në kohën kur edhe gjykata kushtetuese kur i ka dhënë një mini të drejtë të vogël që i ka thënë duhet të rish kryetar, sërish vim në kohën kur Erion Velia pretendon që ka fituar një betejë morale, por që gjykata kushtetuese e ndan qartazi që kjo çështje nuk ka lidhje fare me çështjen penale. Po fare. E qartëson. Kjo është vetëm element procedurial. Kjo është një element procedurial që ty kur të kanë shkarkuar nuk të kanë njoftuar, të kanë hequr të drejtën taksative kushtetuese për tu vetë mbrojtur, për të dhënë pretendimet e tyre. Në momentin që kjo gjë s'ka funksionuar, është njësoj si ty të bëhet një gjyq në gjykatën e Tiranës dhe ti nuk njoftohesh. Vetëm të vinë dhe të japin vendimin urdhëror se je dënuar ose je divorcuar për shumë. Se di e fare që ndodh një gjë. Përpara disa kohësh ky ishte një divorc në Bashkinë e Tiranës mes Këshillit edhe kryetarit të bashkisë. Këshilli mori një vendim pa e thirrur fare në një seancë interpretuese të Këshillit vet. Pyetja fundit, është kryeministri Rama imun gjatë, do të thënë, sipas mendimit tënd, në parim? Është imun në raport me gjithë këto ngjarje rreth rrotull? Përdesa do jetë ende në detyrë, është imun. Pra nuk ka pas ndonjë rast që vendet më të përparuara të botës, po qoftë edhe ne që jemi një vend i kategorisë së tretë, nuk kemi institucione aq të forta dhe kellçe, dhe me kellçe dhe me muskuj, qoftë edhe SPAK-u, që
të godas një kryeministër në detyrë. Ka instrumentet kryesore të shtetit, dhe që dashur pa dashur kontrollon edhe ata që janë rojtarët kryesor të ligjit. Qyno, të falenderojmë që zemër që erdhe në program. Faleminderit dhe ju. Dashur të rrezikues, se sapo folëm me Elton Qynon, po pak më vonë do të flasim me Oltjon Rumbullakun, ndërsa në pjesën e fundit do t'ju tregojmë një Shqipëri të re. Përpara 40-50 vjetësh, ne kishim një raport pothuaj kapitullues me të huajt, vinin pak në Shqipëri. Shqipërinë pothuaj nuk e njihnin fare. Shqipëria ka filluar të përflitet vetëm kohët e fundit. Është bërë madje interesante për ata njerëz që jo vetëm vinë, por që të vërtetës vetëm një herë. Jo domosdoshmërisht kthehen me vrap, por ka dhe nga ata, sidomos influencera, që kanë content në Facebook, në YouTube apo në TikTok, të cilët e gjejnë Shqipërinë një vend interesant ose më saktë shqiptarët. Po për këtë ne duhet bëjmë një pyetje, pas pak minutash do të flasim me një shqiptar të ri, i cili quhet Taylor Thomas. Është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Texasi, që në vitin 2024 ai jeton në Shqipëri, largohet për kthehet prap, ka pyetje këtu për të kuptuar pse, çfarë gjen, çfarë kontakton, çfarë i bën përshtypje, çfarë është ndryshe në raport me këtë vend që ka zbuluar kohët e fundit. Ne bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, pastaj flasim me Oltjon Rumbullakun për të bërë një pyetje shumë të rëndësishme në raport me kryetarin e Bashkisë Tiranës, zotin Velia. Mbas pak minutash.